Në fshatin Zar u hap Muzeu Etnografik Gjurmët e Mia, i pari i këtij lloji në një shkollë shqiptare. Nxënës, mësues dhe komuniteti sjollën objekte që tregojnë traditën, kulturën dhe historinë e fshatit. Hapja u shoqërua me aktivitete kulturore duke e kthyer në një festë të vërtetë të edukimit dhe traditës. Tradita dhe historia e një fshati të hershëm si Zara në bashkinë e Konispolit vjen për të treguar të gjitha ciklet e jetës. Me nismën e drejtorit të shkollës, Arbër Xhaferi, tani Zara e ka një muze, ku e djeshmja i fletë sotmes dhe brezave të rinj përmes objekteve etnografike të ekspozuara në një sallë të veçantë. Për ngritjen e muzeut, Gjurmët e Mia u angazhuan nxënës, mësuese, prindër, të mbështetur nga komuniteti, nga bashkia e Konispolit si dhe biznesi vendas. Drejtori i shkollës ka një falënderim për të gjithë dhe thotë se ndjehet i plotësuar që shkolla nëntëvjeçare Mehmet Xhaferi bëhet e para shkollë në shkallë vendi me një muze etnografik që ka gjithë 1000 vjeçarët e fshatit brenda. Muzeu i parë etnografik në shkollë në Republikën e Shqipërisë. Bëjmë edhe hapjen e sallës së aktiviteteve Iliria. Ky është një investim totalisht i bashkisë Konispol. Muzeu Gjurmët e Mia ka me 10 objekte të udhëruara me bujari e dashuri nga fshatarët e Zarës, duke nisur nga këmborët e bagëtive, mullin shtëpiak të kafes, sepete karakteristike, kostume popullore me veçori dalluese të komuniteteve të ndryshme që përbëjnë popullsinë e këtij fshati, objekte të kulturës së gatimit e deri tek mjetet e punimit të tokës, si plugu, parmenda e të tjerë. Tani që ky muzeu ringrit nga e para pas 40 vitesh, tha kryetari i Bashkisë së Konispolit Ergjes Dule, detyra është që të vihet në shërbim të mësimit dhe edukimit. Gjithë atë mbështetjen tonë, investimet tona përkthehen në punë dhe përkushtim për më të shtrenjtë tanë, trashëgitarët tanë, për fëmijët që duan dhe duhet ta kenë angazhimin tonë maksimal në çdo drejtim. Shpreh angazhimin tim si kryetar bashkie këtu, që do ta keni gjithmonë mbështetje të gjithë si prindër, si mësues, si shkolla. Si që keni patur deri tani, vazhdon me po të njëjtat ritme. Këto investime nuk bëjnë për ditë. Kërkojnë atë që duhet në vazhdimsi, mirëmbajtje. Muzeu është ndërtuar si një odë miqsh me uxhakun në krye, me minderen të dy qoshet, velenza të shtruara në dysheme dhe me fotografi nga periudhat të ndryshme të këtij fshati të njohur si vendbanimi i lashtë. Arkeologu Halil Shabani u shpreh befasuar nga pasuria që gjendet në këtë muze etnografik. Kanë mundur të grumbullojnë gjithë këto materiale dhe të krijojnë një muze i cili është simbolik, por me shumë domethënie. Grumbulluar jo vetëm objektet, veglat e punës dhe orendit shtëpiake, por njëkohësisht dhe parashtrojnë dhe komunitetet që kanë jetuar këtu në Zar, jo vetëm të krajinave të Labërisë, të Çamërisë, por edhe Vlehtë, dhe përshkruajnë ato me veshje gjithçka tjetër. Për urimin e të njëjtën ditë, Muzeut Etnografik Gjurma Ime dhe i sallës së re të veprimtarive të quajtur Iliria u bë përmes organizimit të disa aktiviteteve, si vizita në eksponantet e muzeut me prani të banorëve të fshatit, koncert artistik nga nxënës e mësues të shkollës, konkurs mbi historinë me skuadrave të arbërorëve dhe ilirëve. Majlinda Mavro, drejtore e Drejtorisë Vendore të Arsimit, thanë se puna e bërë për ndriçimin e traditës, kulturës dhe bashkëjetesës së kësaj zone është detyrimi më i madh që kemi përpara këtyre nxënësve. Njohja, ruajtja dhe përcjellja e këtyre traditave është detyrim i të gjithë ne që ndodhemi këtu në sallë, i arsimit, i prindërve, i komunitetit, i politikës. Inteligjenca që mbar tradita e kësaj zone më bën shumë krenare që përcillet nga këta fëmijë, nga këta mësues, të cilët nuk janë pjesa më e madhe e tyre, nuk janë pjesë e këtij komuniteti, por e kanë bërë pjesë të tyre. Investim për shpirtin e quajti Muzeun Etnografik të Zarës, Ervis Moçka, kryetari i Këshillit të Qarkut Ulor. Investimi i sotshëm në një muze përmirëson cilësinë e shpirtit, iniciativë vërtet e veçantë, e cila krijon brenda kësaj shkolle një hapësirë të identitetit tonë shpirtëror. Në një dhomë aq të vogël, por aq të madhe për çfarë tregonte, përmbliset gjithë ciklin e jetës dhe gjithë historinë e këtij komuniteti.
gjithë bashkëjetesën e këtij komuniteti. Përurimi i Muzeut Etnografik dhe i sallës së aktiviteteve në shkollën e Xarës u kthye në një festë të vërtet kulturore, historie dhe arti.